Specialistët e trafikut urban dhe interurban arestuan në flagrancë shtetasit PH dhe LF, të dy banues në Vlorë, pasi u kapën duke drejtuar automjete në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin EM, 37 vjeç, banues në Sarand, pasi dyshohet se në lokalin që administron nuk lëshohen kupon tatimor, si dhe se ka punësuar një shtetas, pa e siguruar në organet tatimore. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit VS, pasi dyshohet se ka pushtuar një sipërfaqe toke pron publike në fshatin Sherisht. JA 50 vjeç, banues në Tiranë dhe VÇ 76 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se 50 vjeçari përdor një objekt në pronësi të shtetasit VÇ në tej kalim të afatit në kontratën e Qiras, ndërsa 76 vjeçari dyshohet se me vetë gjyqësi ka kyçur dyert e objektit. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarand shpallën në kërkim 5 shtetas të moshave 15 dhe 18 vjeç, pasi dyshohet se, si pasojë një konflikti për motive të dobta, me 7 shtetas të tjerë të këtyre moshave, rreth mesnatës në lagje numër 1, është qelluar në ajër me armë zjarri. Nga të shtëna nuk pati shtetas të dëmtuar. Punohet për lokalizimin dhe kapjen e këtyre shtetasve, për individualizimin e përgjegjësisë së tyre, si dhe për dokumentimin e rrethanave të rastit. Referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit NV 58 vjeç dhe AV 50 vjeç, banues në fshatin Jerm, pasi dyshohet se kanë shfrytëzuar pa autorizimin e pronarit një sipërfaqe kullosore në fshatin Marafrend. Materialet procedurale u referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.